Përshëndetje, jam sot në oborin e Zyres me çiftin simpatik që unë i kam edhe miq tashmë, se një jemi prej 6 vitesh me zotin Mersin dhe Vjolca Hajdaraj. Të dy janë Mersini para 6 vitesh ka ardhur për të kërkuar pensionin shqiptar dhe e kemi nxjerr bashkë, ndërsa sot i erdhi radha zonjës tënde, Vjolcës, e cila mori një pension shqiptar. Sa dhe mori përgjigjen pozitive. Ama çfarë muaji erdhe Vjolca në Zyrë? Në muajin gusht. Muajin gusht. Kanë kaluar 45 ditë për marrjen e përgjigjes pensionit shqiptar. Vjolca, do na tregosh, Vjolca, Mersini do flasë se Vjolca ka pak probleme me dhëmbin. Do na tregosh për Vjolcën sa vite punë ka bërë në Shqipëri dhe në Itali, Vjolca? Vjolca në Shqipëri ka punuar 15 vjet e 5 muaj, ndërsa në Itali ka punuar 7 vjet e gjysmë. 7 vite e gjysmë, thënë ndryshe 392 setimane javë, sepse Italia e ka me javë vitet e punës dhe i pjestojmë për 52 dhe të doli 7 vite e gjysmë. Ne takojmë pak a shumë 110 euro për në Itali. Për në Itali, po për në Shqipëri me 107.000 lekë. 107.000 lekë për 15 vite e gjysmë, 15 e 5 muaj më the. Po, Vjolca në Itali ke filluar në çfarë date në dokumentat që të pash në datën 17/4/2007, deri në 2024. Po. Por aktualisht je në punë në Itali apo? Jo, casa integrazioni. Me Naspi, me dizokupacione. Po. Është me Naspi, e gëzon Naspin. Shumë mirë, dhe pastaj si e keni vendosur ta shikoni në Shqipëri, në Itali, ku do Ne rrini? kemi vendosur të rrim në Shqipëri, pasi mbaruam punën në Itali. Dalim pensioniste italiane të rrim ta gëzojmë në Shqipëri pensionin. Sa vjeç është Vjolca? Vjolca 63 vjeç. Jo, 63, mos ja rrit Vjolca, se nuk i ka bërë akoma 63. Po mirë, Në çfarë date ke ditë mirë? Janar be 63. 63, mirë, afërsisht 63, jem mirë, okej. Vjolca, ti do e marrësh pensionin italian kur të mbushësh 67 vjeç, sepse vitet e tua nuk janë të mjaftueshme në Itali, pra jemi 7.5. Nuk jemi tek ajo që mund të dilnim pension parakoshëm me 41 vite 10 muaj në rastin e grave. Po ti Mersin, mund të pyes moshën tënde sa është? 71 e gjysmë, unë kam dalë Pension para italian? një viti, Para një në viti. Itali, punova edhe një vit mbrapa, aftësën akoma se kam marrë, Në Itali sa vite punë ke? 21 vjet. Po pension italian nuk e ke bërë me mua, e ke bërë në Itali. Në Itali ma bërë në tjetër. Ke bërë atje te patronato, pra nuk e kemi bërë këtu bashkë. Por e ke transferuar Mersin pensionin italian? Jo, atje. Duhet bank italianisht. Ke ndërmend ta transferosh apo nuk i dihet? Nuk e di. Okej, e kemi si mundësinë, nëse një ditë do të mbushet mendja që pensioni italian ta transferosh në Shqipëri, që është variacion ufficio pagator, pra është një procedurë që ne e kryejmë. Por dua t'ju pyes, jeni me cittadinanca italiane apo pa të? Që të dy? Të dy. Atë përveç se do bëjmë transferim pension në rast se të mbushet mendja, mund të bëjmë edhe inscrizione all'AIRE, regjistrim në ajre. Pra kur italianët ikin nga Italia dhe duan të deklarojnë në Itali që jemi në Shqipëri në filan adres, mirë do të ishte të bëjë si procedurë nëpërmjet zyrës sonë, ne ja drejtojmë kërkesën komunës italiane nëpërmjet një portali online. Gjithmonë në rast se vendosni realisht të shpërnguleni përfundimisht Shqipëri. Se jeni në muajt e parë që sapo keni ardhur nga gushti. 2 muaj kemi. Edhe vazhdoni ta keni rezidencën në Itali. Fëmijët ku i keni? Në Itali. Si po ndjeni pa fëmijët? Pa fëmijët që vështirë, po kënaqësi kemi në Shqipëri. Kënaqësi e madhe. Ne themi duam të ikim, ju doni të vini, si u marr vesh fare. Gabimi i madh. Ka si vendi jot? Nuk ka? Keni miq këtu? Lot. Si e kaloni ditën e lirë? U bën 2 muaj që në gush jemi pa. Nuk e di më para herët sa ku jetë. Po ju pas keni pa aktivitete plot në Shqipëri. Jemi të zënë gjithë dita, jo në punë shtëpie, jo një dalje, jo një pazar, jo një zyrë, jo një shok, jo një mik, nuk e ndjem fare. Nuk e ndjem. Do të thënë kënaqësi. Ne na mbushë zemra kur shikojmë njerëzit që dalin xhiro, qeshin, shikojnë, them se këtu nuk janë të gëzuar, janë të lumtur njerëz. Shiko si rrin. Edhe ne ndjejmë këtë lumturinë në shpirtin tonë. Okej. Po tek fëmijët në Itali sa herë shkoni? Si e keni ndërmend? Një në sa kohë? Një në 6 muaj. Një në 6 muaj. Po, mjaftueshëm. Edhe ata janë të lirës në shërbejnë edhe në kuptimin e kësaj të rrim asnesh. Edhe ne s'do kemi shumë kohë Po që të thonë pret. hajde, po ne kuptojmë vetë që nuk duhet të shkojmë kaq shpesh. Jemi akoma Jeni akoma menaxhojmë jetën në vetë. pushime. Se keni vetëm 2 muaj që keni ardhur në Shqipëri, jeni me pushime. menaxhojmë vetë. Pastaj ju shpinë ande keni ikni kur të doni. Italian jeni, kështu që është shumë kollaj.
Jo sta gëzash. Mua më duk shumë pak pensioni jot, për ty u gëzova, çuditërisht, tu duk mjaftueshëm. Ne na duk mjaftueshëm, jo për vitet që ka bërë kjo, po për mënyrën dhe shpejtësinë që na dolli pensioni. Vërtet, shumë shpejt doli. Jemi shumë të kënaqur nga puna juaj, edhe të atyre shokët e si. Në këtë rast, ne falenderojmë ISSH. Do unë isha thjesht një vegël pune, por që përgjigjen e ktheu Po se ISSH. ure në mekanizmin e punë nuk punon makina fare. E bukur kjo. Faleminderit çifti. Pak zonë pensioni. Faleminderit gjithë. Rrosh.